Socialiste i duhet dhe 11.000 vota dhe e kundërshtarin për 2.000 vota. Ndërkohë që sipas votës që kanë mbetur, projekcioni është kanë mbetur afërsisht nga 1283 qendra votimi janë numëruar 1132 që afërsisht mendohet janë për të numëruar dhe afërsisht rreth 30.000 vota. Ndërkohë te Tirana ka diçka. Vërtet koalicioni i Partisë Demokratike është me 14 mandate, por mund ta humbi këtë mandat pasi Partia Mundësia i duhen vetëm 257 vota që nga një mandat të shkoj në 2 mandate dhe i 14 i zbret në 13 mandate për pra i hiqet Partisë Demokratike. Pra i duhen 257 vota mundësisë në Tiranë, sipas këtij kalkulimi që ne kemi. Pra po doja rrezikon një tjetër humbje të mandatit. Kjo tregon që edhe këto partitë e vogla, pjesën më të madhe të votave i morën nga opozita dhe nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Pra të zhgënjyerit nga opozita menduan që të jepnin një shans këtyre partive të vogla, siç është Mundësia, ku dihet që Shehaj ka qenë eksponent dhe ka qenë deputet dhe i artikuluar gjatë në Partinë Demokratike, bile pati edhe një debat me Sali Berishën, kur ai akuzoi se ka vjedhur databezin e Partisë Demokratike dhe po e përdor për interesat e partisë së re. Asgjë të re nuk sjellin këto për këto zgjedhje, sepse fotografia e këtyre zgjedhjeve tregon pikërisht këtë gjë që shqiptarët nuk kanë më besim që do të ndryshojë gjë në këtë vend me anë të votave. Partia Socialiste është e konsoliduar tashmë sepse ka një strukturë të tillë organizative që është përsosur nga të gjitha anët. Problemi është që përballë kësaj, domethënë, Partia Socialiste ka 680.000 vota, jashtë 700.000. Po janë edhe 1 milion e ca vota të tjera, kupton, këtej që nuk janë të përfaqësuara, domethënë 480.000 ka Partia Demokratike, këta të tjerët nuk arrin dot as 120.000 vota dhe janë qindra e mira vota të tjera të cilat nuk arrin të mblidhen rreth një force politike në mënyrë që të krijojnë një aks tjetër të politikës shqiptare dhe ne të shikojmë një garë ku votohet për interesat e publikut dhe jo për interesat e Sali Berishës, sepse për fat keq ai e ka marrë peng opozitën dhe nuk e lejon atë që të organizohet ndryshe. Mos harrojmë një gjë që ne vim nga një traditë e thellë dhe e gjatë e komunizmit, e diktaturës, para kësaj ishte tradita e monarkisë, e mbretit, dhe ne jemi mësuar që ta shikojmë qeverisjen si reflektim apo si imazh apo si mundësi për të zgjedhur, për të drejtuar nga njëshi, nga lideri, pra nga njëshi. Ai është, pra mësojmë, na del njëri aty përpara, kupton, merr të gjitha fuqitë dhe ai pastaj krijon stereotipin, krijon klishen për të na qeverisur. Kështu që kemi shumë të vështirë, domethënë demokratët, të cilët dhe populli opozitare ka shumë të vështirë që të nxjerrë një figurë tjetër dhe të mblidhen, t'i largojnë Sali Berishën, siç ka ndodhur në gjithë vendet e botës, gjitha partitë e reja që krijojnë, gjitha partitë demokratike, këto forcat opozitare që janë krijuar pas 90-s në vendet e lindjes, ato që ju kundërvuan komunizmit, nuk ekzistojnë më fare. Tu tek ne vazhdon akoma dhe kjo klisheja që komunist, domethënë kanë kaluar 35 vjet, sa kanë kaluar nga ajo, akoma vazhdojnë me komunistë dhe me demokrat, dhe kjo stereotipi që i kanë pirë demokratët nuk i lejon ata që të shikojnë interesat e tyre dhe nuk nxjerr, sepse shiko, kjo është edhe çështje personaliteti, duhet të dalë një lider që t'i mbledh. Ne kemi shumë vështirë sepse sa herë që nxjerrim një të tillë, nxjerrim gabim. Ndërkohë, diaspora, në qarkun e Tiranës janë numëruar deri tani 11.890 zarfe nga 42.384. Kanë mbetur edhe 30.494 zarfe për diasporën. Pra edhe diaspora duket si po ta shikosh edhe me përqindje është po ajo tendencë edhe te diaspora. Ajo që thatë ju pak më lart. 34, sepse shqiptarë janë dhe ata që janë atje, nuk është se do votojnë marsianët, por shqiptarët edhe paka shumë ki parasysh edhe një gjë tjetër që janë edhe lidhjet familjare, pra ata që, si më thua, demokratët ose këta përfaqësuesit, se nuk janë demokratë, por këta përfaqësuesit e fanatikët që rrinë pas Berishës, kanë dhe njerëzit e tyre
farefisin e tyre jashtë, dhe ata natyrisht do të votojnë për Berishën. Profet, do të shkojmë pak në Fier, sepse këtu për shembull në qarkun e Fierit, që është i dyti pas Tiranës për numrin më të lartë të mandateve, në Fier prodhojnë 16